Zotin Doja, e kam dhënë. Zotin Doja e ka fjalën. Të flas Zotin Doja, e mor një fjalën, gjithsesi. Dakor. Zotin Doja, Zoti Berisha dhe vazhdojmë. Procedurë. Faleminderit, Zoti Kryetar. Kam bëj kërkesë ditën e hënë në ora 13 për pyetje drejtuar ministrit brendshëm. Bazuar në rregulloren E 95 kërkohet që çdo të mërkurë na kthehet përgjigje në lidhje me seancën e pyetjeve dhe përgjigjeve. Është depozituar në sekretari. Ka të bëjë dhe me atë shqetësimin e mëparshëm që ka edhe me statusin e deputetit në lidhje me marrëdhëniet e institucioneve, qoftë administratës vendore, qoftë të institucioneve të tjera, në raport me respektimin e detyrimeve që kanë për të kthyr përgjigje dhe për protokollin e organizimit të mbledhjeve me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qarkut. Kemi pasi situatë ku në bashkinë Durrës, në ambientin e qytetarëve të bashkisë Durrës, është bërë një takim me komunitetin për projektin TIT, ka marrë pjesë kryeministri, kemi shku 2 deputet të Partisë Demokratike përfaqësues qarkut dhe një punojës i Gardës Republikës, duke mos qenë personi autorizuar i cili bënte bashkërendimin dhe organizimin e mbledhjes, me të drejtën e tij po jo ligjore, na thotë që ju nuk mund të merrni pjesë në mbledhje. Ndërkohë që ne Këshilli Bashkiak dhe Kryetarja e Bashkisë ose Kryetari i Bashkisë kanë detyrimin të na informojnë në lidhje me seancat e Këshillit Bashkiak dhe çdo seancë tjetër ku bëhet fjalë për të drejtat dhe interesat e banorëve. Projekti i TIT është tashmë një ngjarje e njohur për gjithë banorët dhe për ne. Ne nuk bëjmë debat me gardistët, se gardistët nuk e kanë nivelin njorive ligjore të duar dhe as për statusin e deputetit, po dikush duhet të kërkojë llogari dhe të paktën të japë instruktashin e nevojshëm, se deputetët si të Partisë Demokratike, si të Partisë Socialiste kanë një status ligjor dhe kanë drejtat e tyre që duhet respektuar. Dhe më në fund, ne jemi përfaqësues të atij qarku. Dhe votat nuk kanë një emër, se votimi është i fshehtë. Faleminderit. Zoti Berisha, lidhur me pyetjen patjetër do merrni përgjigje brenda afatit. Keni 5 ditë që e keni dërguar. Jo, 5 ditë ka Zoti Doja që ka dërguar pyetjet. Vetëm 5 ditë. Edhe pushtuesi në Jegër do të bënte përpjekje të maskonte një veprimtari të tillë armiqësore, poshtruese ndaj qytetarëve të një vendi, me të cilin ju zotoj sot se do ta krijoni mburoj për Edi Ramën dhe organizatën e tij kriminale të vjedh dhe të vazhdoj të vjedh. Kjo që bëni është një krim i madh ndaj kushtetutës dhe shtetit ligjor. Kjo që bëni ju është goditja fatale, mortale e shtetit ligjor në Shqipëri, e interesave të çdo qytetari shqiptar. Është jashtë çdo lloj konceptimi. Në një kohë kur kjo kushtetut parashikon jo në një rast, por në 4 ose 5 raste pezullimin dhe ju tani ata të cilëve kushtetuta u përcakton pezullimin për të mbrojtur Edi Ramën, për të mashtruar shqiptarë se ligji nuk e keni vetëm për Edi Ramën, i fusni burojnë e antipezullimit. A e kuptoni mor sa qesharak bëj mor? A e kuptoni mor që ky është një gjë e pa imagjinueshme apo jo? Po të gjithë këta që keni futur ju, këta pezullohen me kushtetut. Dhe ju kërkoni me procedurë të i blokoni atyre pezullimin. Pse? Sepse Edi Rama nuk ka të ngopur në vjedhjet e tij. Ja, sot keni pru ligjin e lindave.
Ajo është ligji I lindave. Po, I lindës së Surrelit dhe I lindës së Akshit. Po ajo Akshit është një dordoles para lindës së Surrelit. Duhet që ta marrin tani, një minutë. Duhet që ta marrë tani privatisht Bazaneku, tendrat, ato që I mirë me pengmarrje, tani duhet I marrë me ligj tendrat e Akshit. A jeni çmendur apo unë I thash dhe atje është lopë e çmendur. Po çfarë tu them unë ju? Ai një lloj si tek Popesku. Ju prek me theçk edhe u bën si vetja. Edhe ju këshuini program të apo jo. Mbaroni Keni zgjedh. A jeni shqiptar, si ne shqiptar. Këtu mbyllen diskutimet procedurë. Zonja Çavushi, ju e keni kërkuar. Mirë, një replik, 2 minuta Zonja Çavushi dhe vijojmë. E dashur Jozefin, ti duhet ja dish për falemnderit doktorit se luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lart. Falemnderit. Faleminderit. Pika e tretë, interpelancë me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahimaj, kërkuar nga deputetit Agron Shera dhe Ralt Kapri. Ju informojmë se deputeti Agron Shera dhe Ralt Kapri nëpërmjet shkresës numër 241, datë 19/1/2026, kanë kërkuar një interpelancë me Ministrin e Financave zotin Petrit Malaj lidhur me projektin e Parkut Virtual Teknologjik Durana. Nga verifikimi I kërkesës rezultoi se objekti I interpelancës bie në përgjegjësinë e Ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit. Për këtë arsye interpelanca do të zhvillohet me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit zonjën Delina Ibrahimaj. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80.1 e Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores Kuvendit. Qëllimi I kësaj interpelance është të ofrohet informacion dhe shpjegim në lidhje me projektin e Parkut Virtual Teknologjik Durana. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96 të rregullores. Zoti Shehaj, keni të drejtë për të parashtruar interpelancën, 7 minuta. Faleminderit zoti kryetar. Unë në fakt interpelancën e kisha kërkuar me Ministrin e Financave, po ju, siç e thash, nuk pyesni për kërkesat, nuk pyesni për rregulloren dhe vendosët që të ma jepni interpelancën me Ministrin e Ekonomisë. Tani unë them shqyr që pranuat interpelancën, se në përgjithësi interpelancat nuk I pranoni, kështu që s'po ngre pretendime se rrezikoj mos ta bëj fare interpelancën.